Marian Kodheli, 25 vjeçar i dyshuar me probleme të shëndetit mendor që vrau të martën të Atin me thikën e Bukës, tregoi para grupit hetimor motivin po aq tronditës të krimit në shkallënur të Durrësit. Referuar dëshmisë, ai tha se sherrri nisi teksa babe bir po konsumonin drek dhe gjatë debatit situata u agravua, kur në një moment ai mori thikën dhe e goditi disa herë. Po hanim drek dhe papritur babai mu holl me nerva në debat, nuk më linte të haja i qetë. Kemi pasur konflikte të vazhdueshme që përse janë kthyer nga emigrimi. Kam jetuar në Francë dhe kam pasur dhe pasaport franceze. Më pas shkova në Greqi dhe punova atje. Kur u ktheva në shtëpi isha pa punë dhe tensionet me babain nisën të shtoheshin. Nuk e di si ndodhi, por në ato momente humba kontrollin, mora thikën dhe e godita. Ndërkohë burimet thanë se për 25 vjeçarin do të kërkohet ekspertizë e gjendjes mendore për të përcaktuar dyshimet paraprake se ai vuan nga problemet të shëndetit mendor. Detajet të reja janë mësuar edhe për vrasjen me thikë në një lokal në Tiranë, ku sherrri mes dy kolegëve përfundoi në krim pas debateve për bullizëm të pretenduar në punë. Jam djerë nën presion gjithkohës, debatet me viktimën i kishin për shkak të punës, teksa po bënim një picë, viktima më tha merr një proshut, dhe unë shkova ta merrja atë të hapur dhe aty nisi sherrri, më ofendoj dhe konfliktuam, aty e qellova me thikë. Autori nuk u largua nga vendi i ngjarjes, ndërsa priti i qetë prangat e policisë. Më pas u sqarua se 41 vjeçari ishte person me precedent penal. Por vetëm pak minuta pasi Tirana u trondit, vëmendja shkoi në Berat, pasi brenda Kalas një 42 vjeçar u qellua për vdekje me thikë. Autori Kristo Mema, 63 vjeçar, ka treguar se konflikti nisi pas një paralajmërimi që i bëri viktimës që të mos e prekte kalin e tij, që e përdorte për të shëtitur turist. I thash mos e prek kalin se është i acaruar sot dhe mund të reagoj keq, por ai më shau dhe ofendoi. Humba kontrolli, mora thikën që e mbaja në samarin e kalit dhe godita në gjak nxehtësi. Pas krimit, autori u largua nga kalaja për të shkuar në banesën e tij. I vetëdijshëm për krimin, ai mori disa ushqime dhe u nis drejt shpellës së Mehmetësit në tentativë për t'u fshehur, por uniformat blu arritën në kohë dhe neutralizuan.